Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër, mirë se vini në News 24. Dita e sotme ka qenë një ditë e mbushur me ngjarje dhe një ditë që ka një emërues të përbashkët, SPAK dhe mazhorancën socialiste. Ende pa u tharë mirë boja e vendimit të gjykatës kushtetuese që riktheu në detyrë zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë zonjën Belinda Balluku, SPAK nxitoi me një akt të shpejtë por edhe të guximshëm duhet thënë të kërkoj imunitetin e saj në kuvendin e Shqipërisë, pra thënë ndryshe leje për ta arrestuar pasi po e heton dhe ka të pandehur për një sër tenderash që lidhen me rrugët që nga tuneli Llogarase më pas me unazën e madhe. Por ndryshe nga më herët, mbi supet e Belinda Ballukut rëndojnë edhe të paktën 7 vepra të tjera penale për cilët SPAK ka dyshime se ajo ka ndërhyrë për të paracaktuar tenderat. Kjo do të jetë pjesa e parë e emisionit ku do të flasim për fatin e Belinda Ballukut dhe a do ta lëshojë Edi Rama të besuarën e tij duke votuar heqjen e imunitetit në kuvendin e Shqipërisë. Në pjesën e dytë do të flasim për ndoshta një nga ngjarjet më të rënda të ndodhura në dekadën e fundit, rrëmbime, dhunë, shantazh, tendera miliona eurosh. Do të flasim për një grup të strukturuar kriminal që është zbuluar brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ku në kërkim janë shpallur 2 biznesmenët kontrovers. Ergys Agasi, konsideruar si eminenca gri e kryeministrit, e Ermal Beqiri, ndërkohë që në arrest shtëpie është dërguar drejtoresha e Akshit Mirilda Karçanaj dhe varësia ose më saktë zëvendësia e saj, e cila po ashtu dyshohet për abuzime me tendrat milionëshe të Akshit. Janë kryer mjaft kontrolle, po ashtu janë edhe të tjerë persona të cilët janë vënë në akuzë. Në qendër të këtij skandali është një biznesmen i cili është marrë peng dhe i është kërkuar të heqë dorë nga të paktën 5 procedura tenderuese. Pra pjesa e dytë do të ndalet pikërisht tek afera ose skandali grupi i strukturuar kriminal brenda Akshit. Përpara se të prezantoj të ftuarit e mi këtë mbrëmje, të cilët do të jenë jo 2, por më shumë për shkak edhe të zhvillimeve të bujshme, do të ndalemi tek një material i shkurtër që përmbledh në atë çfarë SPAK ka kërkuar lidhur me zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës zonja Balluku. Edi Rama u shfaq triumfator pas vendimit të gjykatës kushtetuese që riktheu në detyrë zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Ai nuk ndezi fishek zjarr, por as nuk e fsheu gëzimin, kur një ditë më pas doli në podcastin e tij dhe foli triumfalisht për patllaket e BKH-s dhe shkeljet e etikës së oficerëve. Megjithatë, SPAK nuk është se u intimidua shumë nga këto cicmicet e Edi Ramës dhe ende pa u tharë boja e këtij vendimi të shumë diskutuar, prokuroria e posaçme bëri lëvizjen e radhës. Ajo kërkoi në kuvend leje për të arrestuar Belinda Ballukun, gruan më të pushtetshme në qeveri në këto 30 vjet demokraci. Kjo ndodhi pikërisht një ditë pasi zonja Balluku u shfaq në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste pasi mungesë të gjatë që kur i nisën hallet me drejtsinë shqiptare. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025 ka paraqitur kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit Belinda Balluku, lindur dhe banuese në Tiranë, e cila ushtron funksionet e deputetit, ministrit dhe zëvendës kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Por ndryshe nga më parë, kur numri 2 qeverisë ishte e pandehur për veprën penale shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, e kryer në bashkëpunim në lidhje me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe në hetim për tenderin loti 4 Unaza e Madhe, SPAK njoftoi se po e heton Belinda Ballukun edhe për disa procedura të tjera, çka rëndon ndjeshëm pozitën e saj përballë drejtësisë, e se i duhet leje për të arrestuar, për të ndaluar të besuarën e Edi Ramës që të prish provat e friksoj dëshmitarët. Shtetësja Belinda Balluku ka marrë cilësinë e personit nën hetim për dyshimin e kryerjes së të njëjtës vepër penale për 7 procedura të tjera prokurimi me objekt. Plotësimi, rakordimi dhe vazhdimi punimeve sheshi Shqiponja, Lumi Tiranës, loti 1 dhe QMT. Ndërtimi i segmentit rrugor sheshi Shqiponja, Bulevardi i Ri, loti 2, ndërtimi i segmentit rrugor sheshi Shqiponja, Bulevardi i Ri, Shkoz, urat mbi Lumin Tirana, ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 4, ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 5, ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 6, ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 7. Kërkesa e prokurorëve të posaçëm
ngjan se kapi në befasi i shefin e qeverisë, i cili u zotua se për këtë kërkesë do të mbajë qendrim të denjë të drejtë. Që arrestet pa gjyq, në dalsh në shtëpie, në dalsh me burg, janë bërë një modë e vrazh në Shqipëri, e që Shqipëria është bërë një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur, një fakt i turpshëm dhe pas një lidhje me standardet demokratike europiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Europës. Kjo dihet botërisht, por sigurisht që në rastin në fjalë, ne s'mund dhe s'do ta paragjykojmë kërkesën e prokurorit special. Ne do të angazhohemi me të gjithë përgjegjësinë tonë përpara shqiptarëve, që na dhanë 83 mandate, e do të përgatitemi për të mbajtur një qëndrim të drejtë, të qartë e të denjë, si forca udhëheqëse e vendit dhe e reformës në drejtësi. Se sa do të zgjasin këto hallet mazhorancës, pa kushti ta thot me siguri. E sigurt është që Edi Rama ende nuk ka një zgjidhje përfundimtare se çfarë do të bëjë me fatin e Belinda Ballukut. Do ta votojë heqjen e mandatit apo do ta ruajë deri në fund të besuarën e tij? Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër, do të jem këtë mbrëmje me Glidona Dacin, kolege nga Klan News. Mirëmbrëma Glidona. Mirëmbrëma Klodi. Emirion Senja nga Sky Web Pikal, mirëmbrëma Emirion, për herë të parë në Shënjestër, Marashlogu avokat, mirëmbrëma Zotirogu Mirëserdhe dhe Agim Baçi, jurist por edhe bashkëpunëtor i News 24. Analist. Po si jurist ja, edhe gabojmë ndonjëherë Baçi. Glidona, do ta nisim së bashku. Ose më sa kusht ndalur SPAK që ka kërkuar heqjen e autorizimit ose më sa kërkon leje për të arrestuar zëvendës kryeministren Balluku. Kërkesa e dorëzuar zyrtarisht Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në pas do të shkojë dhe Këshillit të Mandateve për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, mban firmën e drejtuesit të SPAK Altin Dumani, i cili kjo shkresë është dorëzuar gjatë paraditës së sotme nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi sipas edhe vetë njoftimit zyrtar të prokurorisë posaçme theksohet se zonja Balluku, përveç se është marrë pandehur sa i takon çështjes së tunelit të llogaras për shkelje të barazisë në tendera, po ashtu është duke u hetuar nga ana e SPAK edhe për 7 procedura të tjera tenderuese. Pra do thotë të shëntuar pozita e zonjës Balluku në raport me ligjin, në kërkesën që është bërë pra shkosa prokuroria posaçme mori këtë lloj ndërmase dhe shkoi tek pjesa e kërkesës në Kuvend për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, sipas dyshimeve që kanë prokurorët të cilët janë duke drejtuar hetimet në lidhje me këtë çështje, kanë në një farë mënyrë kanë shtuar tashmë marzhin e tenderave për të cilët zonja Balluku është duke u hetuar dhe roli i saj si ministre e infrastrukturës është duke u verifikuar nga ana e prokurorëve të prokurorisë posaçme. Do të shohim se si do të shkojë më pas betejë në Këshillin e Mandateve, ndërkohë që relacioni detajuar nga ana e prokurorëve të SPAK së bashku me kërkesën për heqjen e imunitetit u ka vajtur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Në informacionin që ne kemi të paktën me anëtarët e Këshillit të Mandateve që mos gaboj janë 10 prej tyre, që janë deputet të dyja palëve si të mazhorancës ashtu edhe të opozitës, nuk është përndar akoma sepse normalisht ne dim proceduralisht momenti që shkon një kërkesë për heqje imuniteti automatikisht së bashku me të shkon edhe relacioni detajuar nga ana e prokurorëve për cilat arsye kërkon heqjen e imunitetit, që të arrish të marrësh edhe miratimin më pas, sepse duhet të binden dhe deputetët. Çfarë pretendojnë prokurorët? Ka rrezik që zonja Balluku të prish provat, ka rrezik që ajo të intimidojë dëshmitarët, janë këto pretendime në atë kërkesë dorëzuar në Kuvend apo ka diçka për te që ne ende nuk e dim? Të paktën edhe në njoftimin zyrtar, prokuroria posaçme ishte kujdesur që të theksonte sepse ka pasur edhe një më herët njoftimet kur zonja Balluku ja caktua dhe masa e sigurimit pezullim nga ushtrimi detyrës dhe ndalim për dalje jashtë vendit, po për çështjet e shkeljes së barazisë në tendera, pati dyshime për intimidim dëshmitar dhe prishje provash nga ana e zonjës Balluku. Duke qenë se kjo mas sigurie u rrëzua nga gjykata kushtetuese, pra u shfuqizua pjesa e pezullimit, SPAK vijoi me lëvizjen tjetër duke ngritur dyshimet për të njëjtat pretendime dhe për këtë arsye shkoi në Kuvend. Emirion, unë e kam parë me shumë kujdes faqen tuaj, ju keni shkruar shumë, sidomos për tenderat e rrugëve apo për çështje që kanë të bëjnë pikërisht me abuzime me fondet publike. Si e sheh të qasjet të SPAK-u dhe fakti që janë shtuar akuza të reja, ju mendoni që mund të ketë të tjera në radhë për zonjën Balluku apo SPAK po i përdor një nga një të gjitha gjetjet me qëllim për ta mbajtur zonjën Balluku larg zyrës, se tashmë po synon edhe arrestimin, arrest shtëpi apo arrest në burg, kjo mbetet për tu parë nëse do të jepet autorizimi. Maksimumin besoj, por duke vazhduar nga ajo që tha Glidona, kjo është ajo si e shohun sepse unë gazetar ekonomia në formim dhe ju ndoshta e shihni pak më nga afër, por parë nga larg dhe ftohtë, mua më duket që është tentativa e dytë e SPAK-ut për të kryer veprime ndaj zonjës Balluku, pasi tentativa e parë
u gjet nga gjykata kushtetuese e pa lishme. Domethënë u pezullimi i GKK-s. Kështu që kjo është tentativa e dytë, por e paligjshme. Gjykata kushtetuese ka pezulluar për momentin këtë pjesë të vendimit, por ende nuk është shprehur në themel. Megjithatë, unë do të ndalem tek tenderat e rrugëve. Pra, ju në investigimet që keni bërë, në shkrimet që keni bërë, a keni konstatuar që ka abuzime me tenderat e rrugëve? Pra, çka do thotë të nesërmen mund të ketë akuzat të reja shtesë ndaj zonjës Balluku apo varzëve të saj? To i di prokurori Spakut. Ajo që unë po artikuloja ishte kjo që, për shembull, ju ndalni tek akuzat, po unë do të shikoj diçka tjetër. Për shembull, sot para ditën e kemi raportuar për Akshin. Po. Dhe gjatë gjithë ditës raportuam për Akshin. Dhe çuditërisht, pas dite del një mas për zëvendës kryeministra. Unë, si qytetar fillimisht, por si gazetar, du ta shoh pak nga jashtë dhe shoh llogarisë dhe kohën kur ndodhen gjërat. Pra, shifni ju diçka, një pikë pyetje këtu tek pjesa që e kohës. Pra, a nuk mund të pritej nesër ose pas nesër? Sepse prokuroria ka strategjinë e vet për çështje të caktuara. Thjesht po hedh pyetje që mund të diskutojmë. Për diskutim jemi të hapur. A shikoni ju për shembull që si ka mundësi që brenda të njëjtës ditë kur po diskutohet dhe gjithë Shqipëria po diskuton për të shmontimin e një grupi kriminal sipas Spakut. Që do flasim me detaje pjesën e dytë, del edhe kërkesa, po thoni ju e Spakut për autorizim ndaj zonjës Balluku. Po janë prokurorë të ndryshëm që kanë lirinë e tyre për ta bërë një gjë të tillë dhe unë nuk e shikoj fare si shqetësuese. Ajo çfarë mua më shqetëson është, ose më saktë, ajo çfarë dua të di unë si gazetare sot, që mbuloj dhe çështjet e drejtësisë, a mendoni ju që ka një gjë që Spak, ose më saktë ka diçka që Spakun e shqetëson shumë, fakti që Belinda Balluku është në detyrë, pra u rikthye në detyrë? Në dijenin time, Spaku ka muaj që jeton për të çështje. Çfarë kishte për të marrë dokumenta, me vul, pa vul, celulare, etj. I ka marrë deri tani. Nuk besoj që është qenia në detyrë e Belinda Balluku do të prish prova në këtë rast, sepse nuk, të paktën publikisht nuk dim raste, siç dim nga hetimet të mëpërpashme, që janë shantazhuar dëshmitar. Kështu që në këtë rast ne nuk kemi prova për këtë gjë. Po, kemi rastin e Liaj, që një deputete e kuvendit në atë kohë mori celularin e një vartëse dhe i kërkoi të mos dëshmonte kundër Liaj. Ndërkohë ne nuk dim gjë për këtë rast. Por mua më intereson procesi. Procesi më intereson shumë sepse drejtësia nuk është thjesht një rënje çekiçi dhe ti je i fajshëm ose i pafajshëm. Procesi është ai që jep një mesazh tek qytetarët. Dhe nëse ti brenda një dite kryen disa veprime dhe e tha dikush sot publikisht që pa u tharë firma e gjykatës kushtetuese etj. Tregon një lloj mos ka ndonjë nxitim, mos ka ndonjë qëllim në këtë rast që nuk preti do 2-3 ditë që të mos konvergojnë këto gjëra, sepse është mesazhi që ti jep audiencës. Analistin Bashi, jo juristin, që na japi një mendim lidhur me qytetarëve në këtë rast mendoj unë. Pyesim jam e hapur për gjitha qendrimet. Drejtësia nuk është thjesht që ti godet. Absolutisht, jam e hapur për gjitha qendrimet. Procesi çon në drejtësi ose jo, edhe procesi çon, jo thjesht konstatimi i provës faktit. Po, patjetër. Vetë ju Klodiana sot raportuat, po me sa dimë ne kemi informatat që disa nga dëshmitarët janë vartës të zonjës Balluku, janë në punë. Disa tjerë kanë ikur, një sekond. Të qenurit prapë në zyrë. Ata kanë dëshmuar. Po të qenurit në zyrë janë, sepse ti mund dëshmosh, po para se të shkosh në proces gjyqësor, ka një hendek nga kjo deklarata dhe deklarata tjetër. Për shkak të presionit, ne kemi histori, më lejo të themi gjë. Se dëshmit janë dëshmi, domethënë nga historia tregon që dëshmia mund ndryshojë dhe mund ndryshojë për shkak të presionit. Unë shikoj logjike dhe ndoshta edhe duket si shumë se kur thua një grup i strukturuar si domethënë rastin e Akshit apo dhe zonja Balluku brenda ditës, por mua ka duket një logjik shumë e thjeshtë, duket sikur këto vendime kaq të forta lidhen me përfundimin e mandatit të zotit Dumani dhe mos ta filloj direkt kryeprokurori i ri i Spakut me këto vendime, duket si vazhdimsi, është një logjik shumë e thjeshtë, se do të ishte ditën e parë të punës merr këtë vendim, duket sikur ka filluar me shpatë. Ndërsa si vijimsi e punës, si mbështetje e kësaj gjëje, dhe po ta shikosh me vëmendje edhe deklaratën e SBA-s kur u zgjodh, domethënë prokurori i Spakut, kryeprokurori i Spakut, tha që e falenderojmë dhe vlerësojmë, por vlerësojmë shumë zotin Dumani. Pra, ne duam këtë lloj vazhdimësie. Pa kaluar tek pjesa politike Baçi, do pyes zotin po për Ramën dhe Ballukun. Domethënë më bën shumë përshtypje që ndoshta është dërguar në orën 10 kërkesa, megjithatë unë nuk e shikoj fare të lidhur, por gjithsesi ky është mendimi juaj dhe unë e vlerësoj. Kjo është pasojë e mungesës së përgjegjësisë politike, qoftë zonës Balluku, qoftë zotit Rama. Bien dakord plotësisht. Unë nuk do të kishe shkuar në këtë pikë,
Se thot zoti Rama nuk ka rast dytë, nuk ka, sepse në botën demokratike o jep dorëheqje se shkarkohesh, prandaj nuk ka rast dytë, se nuk shkojnë në këtë pikë dhe nuk provokohen institucionet, qoftë gjykata kushtetuese apo institucionet tjera për t'i provokuar në këtë, sepse në normalitet ti ke përgjegjësi politike, ke edhe përgjegjësi morale dhe nuk kemi qeveri procedurale, sepse në fund fare, okay, mund të japë gjykata kushtetuese një vendim që mund të mbrojë raportin e prekshmërisë, se mund ta gjykojë ashtu gjykata kushtetuese. Problemi është në fund fare i kthem përgjigjet tot kryeministri këtyre akuzave për zhdukjen e këtyre parave qytetarëve? Se ne nuk kemi interesuar thjesht për procedura. Po, nga ana tjetër, paran duhet ta ndjek SPAK-u. Kryeministri ka qëndrimin e tij politik, paran duhet ta ndjek SPAK-u dhe do ndalemi në fakt tek parat. Do ndalemi tek parat, po do shkoj pak te Marashlogu. Marash, gjykata kushtetuese ka vendosi që ta heq pjesën, pra ta shfuqizojë atë pjesë të vendimit që lidhet me pezullimin e zonjës Balluku. Kështu që gjykata që t'jemi saktë, të pezulloj efektet e këtij vendimi deri në një vendim themeli. Deri në shqyrtimin e themelit, unë sqarova deri në datën 22 janar, kur është edhe seanca plenare publike. Parë në këtë këndvështrim, dhe duke qenë se gjykata kushtetuese është elita e drejtësisë, është maja fare e gjithë kupolës së drejtësisë. A mundet SPAK të kërkojë, pra ta bëjë këtë veprim dhe të kërkojë heqjen e autorizimit ose leje për të arrestuar zonjën Balluku? Shiko Klodi, SPAR-i duhet, sepse ka dhe një përpjekje kështu, domethënë për ndërtuar një keqkuptim të madh mbi këtë histori. SPAK-u nuk i ka kërkuar autorizim parlamentit për të pezulluar Belinda Ballukun nga detyra. Pra nuk po flasim më për të njëjtën masë. Dhe ai është një diskutim që sigurisht do bëhet në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese do vendosë një standard, duke qenë se ndodhemi për herë të parë në këtë histori. Kërkesa e SPAK-ut në këtë rast ka të bëjë me heqjen e imunitetit me qëllim që të aplikohet ose masa e sigurimit arrest në burg, ose masa e sigurimit arrest në shtëpi. Për ne juristët është e qartë që këto dy lloj masash janë më të rënda se sa pezullimi nga detyra. Po, sepse pezullimi është masë ndaluese, ndërkohë arresti në burg dhe arresti në shtëpi është masë shtrënguese. Por a mundet SPAK në këtë dritë të re? Mundet, absolutisht. Logjika e zëvendësimit të një mase më të lehtë me një masë më të rëndë do të thotë që janë rritur nevojat e sigurimit. Pra nga hetimet që është duke kryer prokuroria, do të thotë që janë shtuar nevojat e sigurimit. Dhe unë mendoj që një nga elementet që është më të dukshëm se janë shtuar nevojat e sigurimit, është fakti që për të vendosur një masë sigurimi, ekziston ose duhet ekzistojë rreziku që personi mund të përsërisë të njëjtën vepër penale. Në rastin konkret, SPAK-ut në bindjen e tyre i ka rezultuar e provuar që zonja Balluku ka kryer në mënyrë të përsëritur disa herë të njëjtën vepër penale, kështu që në këtë kuptim është tërësisht e legjitimuar për të shtuar nevojat e sigurimit me qëllim që të garantoj sigurisht mos prishjen e prova, mos intimidimin e dëshmitarëve etj, por edhe këtë kusht tjetër, sepse është kusht më vete rreziku që ka personi për të kryer të njëjtën vepër penale. Dhe duhet të themi që duke lexuar dosjen, atë dosje që është publikuar, kjo dosje e re nuk është publikuar, madje Prokuroria posaçme i ka kërkuar parlamentit që të ruajë sekretin, ka dhe një urdhër për të ruajtur sekretin hetimor dhe besojnë që lidhet pra seanca në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve seancat e premtës do jetë me dyert e mbyllura, nuk do jetë e hapur për publiku. Nga ana tjetër, të gjithë deputetët, 10 deputetët, 5 nga mazhoranca, 5 nga opozita, që janë të antarë të Këshillit për Mandatet, do duhet që përpara se të marrin materialin dorëzim, kjo është arsyeja që nuk ju janë dërguar me email, do duhet që të firmosin një deklaratë sipas të cilës marrin përsipër ruajtjen e sekretit hetimor dhe nëse cënojnë sekretin hetimor, mund të përballen potencialisht në përgjegjësi penale. Si jurist Marash, mendoni që ka të dhëna të tjera, emra të tjerë, personazhe të tjerë që mund të jenë të implikuar? Pra kjo e ka bërë në fakt SPAK-un të kërkojë seancë me dorë të mbyllura? Ne do ishim duke folur për të njëjtat fakte ose për të njëjtat dhëna të cilat tashmë janë bërë publike, SPAK-u nuk ka asnjë lloj arsye që t'i kërkoj parlamentit që ta urdhëroj, si me thënë parlamentit, që të ruaj sekretin hetimor dhe ta ndaloj publikimin e të dhënave. Ju e kujtoni, ne kemi pasur raste, pra ne kemi raste kur seancat janë zhvilluar publike, ashtu siç kemi raste kur seancat janë zhvilluar me dyert mbyllura. Për shembull, po kujtoj unë këtu, në rastin e zotit Tahiri, apo dhe në rastin po doni ju të zotit Berisha, seancat kanë qenë publike, në rastin e zotit Ametaj Mosbagabofsha, seanca ka qenë me dyert të mbyllura, sepse rast pas rasti vlerësohet kur ka të dhëna elemente të reja, fakte të cilat mund të cënohen si rezultati i publikimit të një masë të gjerë, pra kështu publiku merr vesh se çfarë po bëhet, çfarë ka ndodhur e kështu me radhë, dhe në këtë rast vlerësohen sigurisht që duhet ketë elemente dhe fakte të reja për sa kohë që është urdhëruar ruajtja e sekretit hetimor. Ky është aspekti procedural dhe në këtë kuptim unë këtë kërkesë gjej, po themi, në rrjedhën normale të hetimit. Një gjë e fundit, Klodi, duhet thënë, masat e sigurimit i shërbejnë mbarvajtjes hetimeve.
dhe janë tërësisht në disponibilitetin e prokurorit. Pra, është prokurori ai që vendos që për të garantuar mbarvajtjen e hetimeve të tij, të vendos këtë mas ose atë mas. Nuk janë as vendime fajësie, nuk janë as vendime në kuptimin masat e sigurimit nuk i shërbejnë as gjykimit, pra nuk është gjyqtari, si me thënë, autoriteti që duhet vlerësoj nevojën për një mas, vlerëson që ose shërbejnë prokurorit çështë, nuk janë as po themi në vlerësimin e kryeministrit. Ska si ta di kryeministri se si po themi po hetot një çështje cilat janë shkelje që janë zbuluar e kështu me radhë. Gjithsesi unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese me 22 janar të japë një përgjigje. Do kthehemi te gjykata kushtetuese. Glidona, ne kemi raportuar ditët e fundit që SPAK ka kryer kontrolle te vartës ose bashkëpunëtorët e zonjës Balluku, ka sekuestruar disa celular, ka marrë disa praktika të reja tenderash që lidhen kryesisht me rrugët. Në informacionet që ju keni, ai ka përdorur këto të dhëna të reja SPAK në këtë kërkesë të dorëzuar në kuvent? Të paktën në të gjitha informacionet, sepse edhe Marashi e Ceku që edhe antarët e Këshillit Mandateve cilët do duhet marrin të relacion, do të firmosin paraprakisht për ruajtjen e sekretit të hetimit. Duke qenë se prokuroria e posaçme tashmë nuk është vetëm prokurori Ditran Pençi, për shtruar edhe një prokuror i dytë për shkak edhe të intensifikimit të hetimeve në lidhje me këtë çështje, pa diskutim që ka prova dhe fakte të reja. Në njërin nga të paktën njoftime zyrtare të vetë SPAK-ut theksoi që gjatë hetimit janë përdorur dhe metoda speciale të hetimit në lidhje me këtë çështje. Ndoshta duke qenë edhe këto metoda speciale që në rastin konkret u përkojnë përgjimeve, vëzhgimeve, por edhe të dhënat të tjera të cilat mund të ndalin nga aparatet celulare të sekuestruara dhe kontrolleve të ushtruara, por gjithashtu dhe dokumenta dhe praktika të cilat mund të jenë sekuestruar, SPAK kërkon që gjithçka të mbetet top sekret, ndoshta për shkak edhe të hetimeve që kryen apo dhe personave të tjerë të cilët mund të jetë ndryshuar në një moment të dytë. Dhe në gjithë informacionin që ne kemi, edhe pse SPAK përpiqet dhe ka ruajtur gjithatë sekretin e hetimit, ka të dhëna të reja të cilat mund të dëmtojnë punën e prokurorëve nëse bëhen publike. Mirion, unë dua ta shoh pak ndryshe çështjen me ty, sepse më pëlqen ajo që u thoni që gjithë secili nga qytetarë shqiptar ka të drejtë të ketë një proces të rregull ligjor, një hetim të drejtë, pavarur, të gjithanshëm e tira me radhë, sepse në fund fare gëzon të gjitha drejta që i garanton ligji. Po parë në këtë këndvështrimin që thot Marashi që seanca do të jetë me dyert të mbyllura, Glidona flet për prova të reja të cilat janë dërguar rishtas. A nuk jeni mendimi që ndoshta për të parandaluar gjithë këtë luftën e madhe, këtë përplasjen mes mazhorancës dhe SPAK, zonja Balluku mund të kishte dalë me fituar po të ishte tërhequr, pra po të kishte dhe ndërheqen, dhe të përballej me drejtsinë shqiptare si një grua e lirë, pa koracën mbrojtëse të mandatit, e po ashtu pa këto ditirambet të cilat do thonë nesër e shpëtoi Rama, se shpëtoi Rama, përdori imunitetin për të shpëtuar, nuk e përdori imunitetin. Pra si e sheh si një gazetar që sigurisht merresh me çështjet e ekonomisë, por nga ana tjetër i edhe një ndjekës i vëmendshëm i gjitha ngjarjeve. Ky është vendim së pari politik, pastaj personal i zonës Balluku, domethënë nuk mendoj që mund ta komentojmë ne këtë gjë. Ndërkohë lidhur me këtë pjesën që pse SPAK ka kërkuar një diskutim me dyert të mbyllura, besoj që është veprim pozitiv dhe ndoshta kanë marrë mësim nga kjo që ka ndodhur më përpara, kjo e gjyqeve publike ku ti derdh një mori të dhënash nga dosjet dhe pastaj bëhet një gjyq publik nga personazheve që janë në hetim, siç ndodhi me zotin Velie ose personazhe të tjerë ngjashëm. Kështu që e shoh pozitivisht të pjesën që do diskutohet me dyert të mbyllura, megjithatë jam i sigurt që do rrjedhë dosja. Domethënë për këtë të jeni të sigurt. Ajo që do doja të ndalesha më shumë ka të bëjë tek paraja, se pyetja kryesore pse bën gjithë këto hetime është për shkak të abuzimeve të dyshuara. Vetëm për tenderin për tunelin e Llogaras, fatura është rritur ndjeshëm me 50 milion euro. Pra, ne po flasim për para. Dhe unë besoj që zonja Balluku ka paracaktuar një tender, vetëm se ta mbaroj argumentin. Po, patjetër, po, ta bëj dhe unë pyetjen që të bëjmë një bisedë të jetë e këndshme për publikun, por edhe ta kuptoj publiku çfarë po ndodh. Pra, një zyrtar i lartë, unë e konsideroj të pafajshme zonjën Balluku deri në momentin që gjykata provon të kundërtën, sepse prezumimi i pafajësisë është patjetër është shumë prioritar dhe është i parashikuar në ligjin e kushtetut, por ama si një njeri që i ndjek me vëmendje çështjet e drejtësisë, dyshoj që një zyrtar i lartë nuk paracaktoi një tender thjesht sepse i pëlqen emri i kompanisë apo thjesht sepse do të mbajë marrëdhënie të mira me Turqinë, në rastin konkret për Llogaran. Por besoj që ka disa arsye të tjera, ndoshta korrupsion, ndoshta një para që përdoret për zgjedhje, të tjera me radhë. Pra, në këndvështrimin tënd, kjo paraja, ku ka shkuar? Se janë fatura shumë të fryra, bëhet fjalë për miliona euro tendera. Kjo duhet vërtetuar, Klod. Domethënë, deri tani jemi në kuadrin e akuzave. Dhe janë akuza të dyshimeve, mbi të cilat janë ngritur dhe akuza. Dhe janë akuza të ngritura mbi disa komunikime që janë gjetur në celularet e disa drejtorëve që kanë qenë aty.
Ndërkohë, ajo që unë jam më shumë i shqetësuar, besoj që dhe ju jeni, është që ku kanë shkuar, pra, këto parat që dyshohet që kanë humbur dhe janë vjedhur, a i rikthehen qytetarëve shqiptar dhe si i rikthehen? Pra, pse nuk kemi, për shembull, hetime proaktive për të ndaluar abuzimin? Nëse një sekond, ta mbaroj ide. Po, patjetër. Jo, e dim ne sepse Spaku thotë që këto para kanë humbur dhe pyetja ime është, a rikthehen këto para? Jo, Spak thotë që janë duke vijuar hetimet me metoda proaktive. Dhe unë them që nëse veprohet me hetime dhe metoda proaktive për të parandaluar dhe jo për të konstatuar veprën e dyshuar penale nga celularët e drejtorëve, sepse kjo ne nuk na sjell gjë parat mbrapsht. Thjesht do na shtonja 5 apo 6 apo 10 persona të arrestuar dhe në burg, të cilët ne do duhet t'i mbajmë prapë me ushqim dhe ne këto para nuk i marrim mbrapsht. Se çfarë ndodh? Shiko çfarë ndodh këtu. Shiko çfarë ndodh. Shiko çfarë ndodh këtu. Se ti ndoshta dhe Glidona dini më mirë. Kapet dikush 2 vjet pasi ka kryer veprën penale, e ka tarifën 20% ose 30% për korrupsionin, e bën me qef ato 6 muaj apo 1 vit burg, dhe pastaj gëzon parat. Unë fakt nuk besoj se ky është rasti, se zonja Balluku është njeriu i dytë më i pushteshëm në vend. Që ne duhet jemi me metoda proaktive për të parandaluar, mendoj, dhe jo për të thjesht për të konstatuar. Si ta punësojmë Spakun në çdo institucion e mirë? Jo. Po ke zyrë antikorrupsion qeveri, ke antikontraband në doganë, ke tatime, ke zyra auditi, pra, ti shkarkojmë këto se këto s'punojnë. Po dakord, po s'punojnë këto. Çka ka thënë Dumani? Çfarë ka thënë Dumani? Fal, Marash, çka ka thënë Dumani? 3 herë thotë nuk denoncohet në dogana, nuk denoncohet nga tatimet, nuk denoncohet nga zyra antikorrupsion, nuk bashkëpunon policia. Denoncimi është në Spak. Shiko pra, nuk denoncohet institucionet. Jo, flasim ke kjo pika. Auditet e brendshme të institucioneve mund të parandalojnë këtë lloj raporti që ka të bëjë. Pra, që ja le vetëm Spakut, për mua nuk ka kuptim. Shiko, di çfarë tha sot, e di që deklarata e kryeministit sot thoshte është bërë e turpshme kjo situata me para burgosur me këtë. Nuk thotë është e turpshme që ka kaq njerëz që akuzohen për korrupsion dhe që vjedhin. Domethënë nuk shqetësohet për këtë, shqetësohet pse më kap kaq shumë thotë Spakut. Pra, është absurde, domethënë kryeministri shqetësohet pse janë kapur kaq shumë. Por janë kapur kaq shumë se vjedhin kaq shumë. Në fakt do duhet shqetësohet. Pra nuk e ka sajuar Spaku për këtë gjë. Klodi. Baçi, jo patjetër. Milionat e vjedhura kthehen apo jo? Kjo më intereson mua si taksa paguesi i vendit. Se shkon X apo Y në histori tjetër ajo që ne të lëm një zyrtar cili do qoftë ai ta abuzoj me fondet publike. Pra do thot hetimi penal dhe hetimi pasuror vijojnë paralelisht me njëri tjetrin. Kemi metoda për parandaluar apo jo? Këtë do duhet të bashkëpunojnë institucionet. Do duhet të bashkëpunojnë ka super biznesmen, ka super biznesmen të këtij vendi që kanë shpëtuar prangave dhe arrestimit vetëm për shkak se është parashkruar vepra penale jo do duhet të bashkëpunojnë institucionet. Ky është thelbi. Në momentin që doganat nuk denoncojnë, tatimet nuk denoncojnë, institucionet nuk funksionojnë, policia e shtetit nuk dërgon asnjë referim, një institucion i vetëm nuk e bën dot këto. Megjithatë kjo është një temë tjetër. Baçi, me sa duket, ose më saktë në një farë mënyrë zoti Rama e ka paralajmëruar se mund të mos e jap lejen për arrestim për zonjën Balluku, nisem dhe them këtë gjë, ndoshta do më provoj gabim, për faktin që ka patur një luftë frontale me gjykatën kushtetuese, por po ashtu edhe pra i ka bërë në një farë mënyrë një kërcënim. Dakord, pra, po më lërë të mbaroj pyetjen, një kërcënim të hapur gjykatës kushtetuese ka shënjestruar prokurorin e çështjes dhe gjyqtarin e çështjes në këndvështrimin tënd. A do ta lëshojë Edi Rama të besuarin e tij Belinda Ballukun? Shiko, do të kthyen dhe pastaj të gjitha, jo se s'ka thyer premtime me cilat ka ardhur, sepse thoshte në fillim kur ishte në opozitë thoshte korruptohet sistemi jo individi, dhe ne thotë korruptohet individi jo sistemi. Megjithatë, besoj se ka bërë një premtim që ka thënë ne nuk do mbrojmë askënd dhe kur edhe po të vi për imunitetin tim, unë do ta dorëzoj atë. E thoshte dikur, po jo tani. Jo, shiko, pse çka ka ndryshuar tani? Pra, duhet ta thotë që un kam bërë ndryshime politike ke koka ime, mendoj që kjo është gabim. Sot Spaku ka shkuar në paradhomën e Edi Ramës. Të heqi dorë nga ideja që un jam mbrojtësi i Spakut, paktën mos i thotë shqiptarëve që jam mbrojtësi i Spakut, dhe pastaj dalin në këtë pikë dhe i takon pastaj qytetarëve shqiptarë se çfarë bën me këtë lloj raporti. Po un po them që për ta mbrojtur sepse tashmë ka ndryshuar. Nëse në mbrojtjen e gjykatës kushtetuese, e mbrojtjen në konceptin procedural që po mbronte sepse ishin prekur kompetencat e tij si kryeministër, pra dikush kishte guxuar, domethënë një institucion tjetër, që në fakt kjo është demokracia, që domethënë pushtetet kufizojnë njëri tjetrin. Duhet ta kishte bërë kuvendi nuk e bën, se e ka humbur këtë lloj, domethënë raporti me qeverinë, nuk e kontrollon me qeverinë, po e bën Spaku pra, domethënë kufizon pushtetin.
Rama po tregon që nuk du pushtet kufizuar. Në fakt, gjykatat për këtë punë janë, që të kufizojnë pushtetin, që ti mos marrësh gjithçka, që mos të kufizosh gjithçka, që mos bësh gjithçka ti, domethënë, por janë pushtetet e ndara. Në këtë pikë unë mendoj që nëse zoti Rama do ta mbrojë tashmë, dhe nuk do të bëjë atë që ka thënë që ne nuk kemi mbrojtje askujt, do thotë që gjithë ligjërimi i tij, pra shqiptarët nuk kanë më pse pastaj ta dëgjojnë Ramën që thotë unë jam mbrojtës si Spaku, pa PS-n Spaku nuk do bënte asgjë, sepse do t'rregoj krejt kundërtën. Ai ka vetëm një shans sot që edhe PD-ja që bën 3 vjet politik vetëm me denoncimet që bën Spaku, e sulmon Spakun. Po t'ishim në një situatë këtë tjetër, mos kishte bërë këtë autogol opozita që ta sulmonte Spakun, sot do ishim në një situatë këtë tjetër dhe mendoj që qytetarët shqiptarë do kishin një reagim këtë ndryshëm nga ai që kanë. Agim, dua të di edhe diçka, a e konsideroni çështjen Balluku më të rëndësishme në SPAK për sa kohë që ne kemi patur edhe arrestimet më parshme, siç është kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Meta, ish presidenti i Republikës, por fakti që është prekur për herë të parë sistemi, pra do thotë që është prekur një mekanizëm korruptiv, e konsideroni ju këtë si një çështje më të rëndësishme të SPAK deri më tani? Apo është në vazhdim të atyre hetimeve të mëparshme dhe që është thjesht një numër? Si e sheh? Nuk është një prekje deri për det dhe duke shkuar në paradhomën e kryeministit, në fakt kanë tentuar me thënë që tani nuk kanë më kufi, më thënë. Dhe jam i bindur që çështja e kryeministit pastaj mund mos jetë prekur për arsye kushtëtshmërie, për arsye sigurie kombëtare, për arsye nga më të ndryshmet që mund të janë, nuk dua të hyj kjo fusha e konstitucionalistëve, të cilët është një shkencë politike në vete, thjesht mendoj që nuk kam më shkallë tjetër, domethënë po shkum direkt te kryeministri Rama, pastaj nuk kam mbetur për asgjë për, domethënë, pra mund të ketë akuza për të. Por mua do të mjaftonte edhe më përpara që të mante përgjegjësi politike dhe të jep dorëheqje. Në rastin e zonës Balluku, unë mendoj që i kanë rënë gjithë arsyet për të mbrojtur këtë lloj qeverie që më han kumbulla mbas shpine, që nuk më bën sepse minimalisht je i paaft për të kuptuar që pas te han gjithë kumbulla, dhe në rastin tjetër që është afërmend që ajo që besoj unë është që është ndjeni të gjithçkaje. Dhe sidomos sepse ju besoni vërtet që zonja Balluku të paktën tenderin për tunelin e Llogaras nuk e ka bërë me kokën e vet. Mënyra se si shkuan gjërat debatet, padyshim që tregon këtë gjë. Mënyra se si qëndroi fort zoti Rama, mënyra se si e mbrojti, mënyra si u mbrojt vetë zonja Balluku, tregojnë që edhe është logjike që ta dimë që nuk ka bërë negociata zonja Balluku me kokën e vet me këtë dhe raporti me Stambollin apo me tjerat. Pra, në këtë pikë unë mendoj që zoti Rama duke e mbrojtur procedurarisht, nuk kuptoj edhe këtë gjë që gjithçka është në dieni të gjithçkaje që ka bërë zonja Balluku. Arash, kam një pyetje, sepse shumë e rëndësishme mendoj edhe për opinionin publik. Nëse kuvendi nuk e jep autorizimin për arrestim dhe më pas masën e sigurisë se cakton gjykata, sepse duhet të zhvillojë një seancë gjyqësore dhe patjetër të vlerësoj kushtet dhe kriteret për masën që do të caktoj. Çfarë ndodh me fatin hetimit për Belinda Ballukun? Pra, ndikon dhënia ose jo e lejes për arrestim? Unë them do ta shkarkoj, më fal. Penal? Them do ta shkarkoj. Pas vendimit të mandateve nuk ka se, domethënë rrezikon shumë, tmerrsisht shumë nëse nuk jep dorëheqjen vetë Balluku ose nëse nuk e shkarkon. Ja, ka vetëm një logjikë që ka mbetur tani. Po patjetër, po pyesim. Domethënë, nëse parlamenti nuk jep autorizim, sigurisht që SPAK-u nuk ka mekanizma të tjerë ligjor për të vendosur arrest në shtëpi ose arrest në burg, përveç se të vendos atë gamën e tjerë të masave, po themi që parashikon kodi i procedurës penale. Do të thosha vetëm dy gjëra këto din nëse më lejon. Po patjetër. E para, domethënë, gjithë kontestimi publik që ka pasur kryeministri dhe avokatët me ose pa prokurt Belinda Ballukut ka qenë që pse nuk vjen SPAK-u në parlament të marrë autorizim. Sot SPAK-u ka shkuar. Ja ku jemi, SPAK-u, po themi erdhi në parlament kërkoi autorizim. Kështu që në këtë kuptim ju ka rënë ky lloj argumenti që si vepron SPAK-u ndaj një zëvendës kryeministre, ministre, deputete, si ta doni ju, pa pasur autorizim nga parlamenti. SPAK-u sot ka trokitur në dyert e parlamentit për të kërkuar autorizim për heqjen e imunitetit. Se çfarë bën SPAK-u pastaj, kjo nuk është po themi vlerësimi që bën parlamenti. Nuk vlerëson parlamenti masat e sigurimit, se pastaj bie që merr kompetencat e pushtetit gjyqësor. Elementi i parë, elementi i dytë, dhe unë besoj që kjo është veçantia e kësaj dosje në raport, po themi edhe me dosjet e tjera dhe që e bën të rëndësishme, është fakti që ne kemi parë në hetimet e tjera episode të veçuara, pra raste të veçuara që ka pasur shkeljet ligjit, korrupsion, abuzim, shpërdorim detyre etj. Kjo dosje na ka zbuluar një modus operandi, pra na ka zbuluar një mënyrë veprimi, si përcaktohen, si organizohen procedurat e prokurimit publik, si vendosen kriteret, po kjo jo vetëm një rast të vetëm, si që është tuneli Llogaras, po në të gjitha rastet është e njëjta histori.
Pra në të gjitha rastet, si vendosen kriteret, si përziden kompanit, si jepen urdhrat, kush qëndron në krye, si merren, po themi, me mesazh porosit e kështu me radhë, dhe ky modus operandi, unë besoj që shkon përtej, po themi thjesht dhe vetëm personit Belinda Ballukut apo varësit saj Evis Berberi. Tregon për mënyrën se si ne e qeverisemi dhe si menaxhohen paratë e taksapaguesve shqiptar. Dhe kjo besoj unë në një lloj kuptimi besoj unë e shqetëson akoma edhe më shumë kryeministrin se sa vetë emri Belinda Balluku sot, dje Arben Ahmetaj, pardje Ilir Beqaj, ose dikur më përpara edhe Sajmir Tahiri, sepse ky modus operandi tregon se si abuzohen realisht paratë e taksapaguesve shqiptar. Ne dim tashmë që seanca në Këshill do të jetë mandateve dhe imunitetit do jetë të premten. Nëse deri atë ditë, pra deri të premten, janë edhe ndoshta më shumë se 48 deri në 72 orë kohë. Zonja Balluku jep dorëheqjen. Zhvillohet kjo seancë apo më pas pak ka të drejtën të drejtohet në mënyrë të drejtë për drejtë gjykatës për mas? Që kërkesa të humbas objektin, kërkesa që i ka ardhur parlamentit të humbas objektin, pra që mos ketë kuptim më të zhvillohet, do duhet që Belinda Balluku të jap dorëheqje si zëvendës kryeministre, si ministre dhe si deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Për të tre këto pozicione që ka zonja Balluku, Spaku ka kërkuar të zhvishet nga imuniteti. Po të shikoni thot zëvendës kryeministrës, tash ministrës, tash deputet. Nuk ka qenë e rastishme kjo gjë, se zonja Balluku mund të jepte dorëheqje zëvendës kryeministrë dhe ministrë, thoshte unë jam deputete, por Spaku e di që qoftë edhe duke pasur ajo mandatin e deputetit, është e pamundur që ndaj saj të vendosen një mas sigurimi e caktuar. Pra Spaku ka kërkuar që të zhvishet nga çdo lloj imuniteti që i mundsojnë funksionet në të cilat ajo është, tashmë jo vetëm mos i zëvendës kryeministre dhe ministre, siç ishte rasti i pezullimit të ushtrimit detyrës, por edhe nga imuniteti që i garanton funksioni i deputetit në këtë mënyrë që mund të aplikojë çdo lloj mase. Nëse Belinda Balluku jep, si më thënë, dorëheqje nga këto tre funksione, sigurisht që kërkesa parlament ngelet pa objekt dhe jep mundësi Spaku që shkojë drejt për drejt në gjykatë dhe kërkojë marrë një mase. Nga zëvendës kryeministre dhe ministre, po jo nga deputete. Dhe si deputete, sepse kërkohet dhe mandati deputetes. Tashmë kërkohet mandati deputetes. Po ta shikoni në kërkesë, po themi ka përfshirë të tre elementet, pra zëvendës kryeministre, ministre dhe deputet. Lexova kërkesën, pra domethënë raportin e heqjen e imunitetit për këtë, domethënë edhe si deputet edhe si zëvendës kryeministre, pra për të tre funksionet e saj. Dorëheqje nga tre funksionet. Pra edhe sikur të jap dorëheqje, po them nga funksionet e saj ekzekutive. Po ajo automatikisht bie kërkesën nga nuk e humbet, po themi nuk e humbet objektin kërkesës, sepse në çdo rast ngelet deputeti, deputeti ka një lloj imuniteti që nuk mund vendoset as në arrest shtëpia, as në arrest në burg. Që ishte kjo debati në gjykatë kushtetuese e mbronte imunitetin e deputetit apo e zëvendës kryeministrit. Në Itali për shembull, po lexoja me vëmendje, është shumë e qartë. Thotë çdo që rrjedh nga të zgjedhurit nga populli, po jo në emrime. Është shumë qartë. Ne kemi të paqartë të gjë, prandaj ne në fakt, domethënë kur e kemi kopjuar, sa ajo është dispozit fikse marrë gabim. Kur e kemi kopjuar nuk është kopjuar, po themi ashtu siç duhet, por ajo ka qenë logjika që ka pasur parasysh legislatori kur është çdo mbrojtje që të rrjedh nga vota e popullit, po jo në zgjedhje, domethënë në zgjedhje nga populli, po jo në emrim. Kjo është në emrim. Dy pozicione që ka zonja Balluku si zëvendës kryeministre dhe si ministri ka të emëruar megjithatë, Baçi, duke qenë se ju keni një angazhim tjetër profesional, do t'ju bëj një pyetje sepse më pas pjesën e dytë ju nuk do t'jeni. Si e sheh çështjen e Akshit? Është për mua, më thënë, mjafton përfshirja e një drejtuesi policie, pengmarrja dhe gjitha këto për ta konsideruar një nga gjërat edhe më të rënda se sa kjo që po diskutojmë për zonjën Balluku. Absolutisht dakord. Është shumë e rëndë, tmerrsisht e rëndë. Domethënë unë kur e ndoqa thash nëse jemi në këtë nivel, atëherë po flasim, domethënë Spaku pas bërë një tërmëri të jashtëzakonshme dhe kur pash dhe kërcënimin e zotit Rama që tha që e ka egzageruar me këto, domethënë nuk thotë që e ka egzageruar me njerëzit që bëjnë veprime të tilla. Domethënë nuk shqetësohet që një zëvendës drejtor policie bëhet pjesë dhe akuzohet për pengmarrje. Nuk shqetësohet për këto, domethënë modele cilët edhe mafia në Itali ka kohë që i ka lënë dhe nuk i përdor më, domethënë ne i kemi marrë në pikë. Për mua është një nuk më trishton thjesht se e kanë bërë disa zyrtarë të PS-s. Më trishton që janë zyrtarë të këtij vendi dhe më shqetëson shumë, domethënë për gjithë shqiptarët që kanë një qeverisje ose qeveritar të tillë ose zyrtar të tillë, sidomos në polici, se mund të kesh zyrtarë në këto, por ti policia pret që të të mbrojë. Dhe nëse policia të merr peng, për mua është një nga gjërat më të rënda, shumë më të rënda. Merr peng policia.
Ku ti kërkon ndihmë kur merr peng policia? Me këtë në fakt do ta ndihmë me këtë fjali. Besoj se do një analistë të fortë, shumë të fortë, do një mbajtje përgjegjësie të madhe. Unë mendoj që nuk e di ku e gjen kurajon kryeministri. Ndoshta i është dukur normale që të jetë në këtë pikë, po unë mendoj pas zonës Ballukut sot ai do të ishte marrë me përgjegjësinë e fortë që ka ndaj skandalit të Akshit. Këtij skandali. Faleminderit Agim Baçi, do shkojmë në vetëm pak minuta publicitet dhe në fakt do të shtrojmë pyetjet. Si mundet që hesht kryeministri kur brenda institucionit të tij është zbuluar një grup i strukturuar kriminal, në fakt edhe pyetja thjesht është kur të merr peng policia, ku mund të ankohesh? Publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer live në pjesën e dytë të emisionit Në Shënjestër. Prokuroria e Posaçme njoftoi sot se ka zbuluar një grup të strukturuar kriminal brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ose thënë ndryshe Akshi. Në kërkim janë shpallur 2 biznesmenët kontrovers, Ergys Agasi dhe Ermal Beqiraj, ndërkohë që në masën e arrestit në shtëpi është dërguar drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj. Ndjekim ju material të përgatitur nga stafi i emisionit Në Shënjestër që flet për shantazhe, dhunë, tendera milionësh, por po ashtu edhe paracaktim të garës ose thënë ndryshe pagar fare si zhvateshin milionat brenda këtij institucionit. Ai është cilësuar si eminenca gri e kryeministrit. Në rrjet ka shumë pak foto të tij, ose fotot vjetra, kur ai ishte një punonjës i administratës, inspektor mjedisi, i cilësuar çuni shkafët. Vetëm vitet e fundit, profili i tij u rrit shumë. Aq sa njerëzit afër Edi Ramës duhet kalonin nëpërmjet tij për të mbaruar punët e tyre, ose për ndryshe mund të shndërroheshin thjesht në armiqtë e tij, dhe si rjedhoi edhe të kryeministrit. Zërët tonë se ai zvendçoi me shpejtësi personazhe që lidhnin pijet e Edi Ramës me botën e nëndeshme. Bëhet fjalë për Ergys Agasin, i cili tashmë nuk është më personazhi misterioz që gjithë pushtetin ekonomik dhe jo vetëm përpiqej ta mbante jashtë vëmendjes mediatike. Tashmë, me urdhër arrestin e SPAK, Ergys Agasi dhe shpura e tij janë të ekspozuar përballë ligjit dhe publikut, dhe disa të vërteta do të duhet të merren vesh. Ndoshta edhe ato që përfliteshin korridoreve të kryeministrisë, ku fuqia e tij nisi të shfaqej jo vetëm si çuni fort që zgjidhte problemet e kryeministrit me bandat, por dhe si strategu që ndërhynte mes grupeve rivale që ndanin pazaret brenda mazhorancës. Po kush është Ergys Agasi? Çfarë e lidh atë me Partinë Socialiste, veç faktit që është djali i ish-deputetit socialist Bardyl Agasi? Çfarë e lidh atë me tenderat e Akshit? Cilat janë fijet e tij brenda këtij institucioni? Cila është lidhja e tij me Mirlinda Karçanaj? Dhe kush është biznesmeni që u mor peng për të tërhequr nga tenderat? Grupet kriminale marrin tendera nëpërmjet përfaqësuesve të tyre. Është e ditur kjo në Shqipëri, ndërtojnë, pastrojnë parat e tyre. Ndërtim në Shqipëri ka në fakt një koordinim mes organizatave mafioze. Ata nuk vriten me njëri tjetrin. Kjo sepse Edi Rama ju ka kërkuar të mos i hapin të lashe. A është Rama i lidhur me këto grupe kriminale? Nuk është vetëm i lidhur, por po të jap emrin e koordinatorit. Ergys Agasi është një tip që jeton në Durrës, pranë klanit të Durrësit. Tani është bërë për llogaritë e Ramës, koordinator i të gjithë grupeve. Kaq mjaftoi që Agasi të ishte në qendër të ciklonit, ndërsa SPAK kishte çelur hetime dhe zbarkoi për kontroll në vilën e tij luksoze. Kjo pasi sinjalet se me tenderat e Akshit po abuzohej, sa vinin e bëheshin më të shpeshta dhe më të forta. Hetimet tashmë kanë zbuluar se brenda Akshit ka vepruar një grup i strukturuar kriminal me në krye Ergys Agasin. Si pjesë e këtij grupi akuzohen edhe drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj dhe zëvendësen e saj Havade Libashi, për të cilat është caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi. SPAK ka zbuluar hetimet se Agasi në bashkëpunim me Ermal Beqirin dhe me ndihmën e zyrtarëve të policisë kanë marrë peng disa muaj më parë biznesmenin Gerond Meçe, i njohur për lidhje të forta në politikë dhe që dikur merrte pjesën e luanit në tenderat e Akshit. Meçe rezulton të jetë rrëmbyer nga persona të veshur me uniforma policie poshtë shtëpisë së tij. Ai është dërguar në drejtim të Elbasanit dhe rrugës ka kontaktuar me administratorin e shoqërisë së tij, duke i kërkuar të tërhiqet nga tenderat. Pasi është marrë konfirmimi, ai është lënë i lirë në një fshat të Elbasanit sipas njerëzve pranë Meçes. Ai ka ecur në këmbë derisa ka mundur të gjejë një taksi dhe të kthehet në banesë. Biznesmeni, që njihet për lidhje të forta me qeverinë, ka siguruar kamerat dhe ka vënë në lëvizje disa nga përfaqësitë diplomatike më të rëndësishme në vend.
Në kuadër të veprimtarisë së grupit të strukturuar kriminal, shtetasit të dyshuar kanë konsumuar veprën penale, konkurrencë e paligjshme përmes dhunës dhe kanë detyruar përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse në tendera të heqin dorë nga ankimet për procedurat e caktuara të tenderimit, kësaj duke i hapur rrugën kompanive të paracaktuara për të cilat shqyrtimi i ankimimit mund të sillte edhe ndryshimin e renditjes së listës së fituesve. Tenderat të disa milionshë të akshit janë fituar nga kompanitë e Ermal Beqirit, i cili u bë i njohur si një nga eksponentët e videos së famshme Meta Prifti. Beqiri zotëron 11 kompani dhe ishte klienti kryesor i institucionit të drejtuar nga Mirlinda Karçanaj. Gjithashtu mas sigurimi është kërkuar edhe për administrator në disa kompani të cilët me veprime të kundërligjshme në kuadër të grupit të strukturuar kriminal kanë marrë pjesë formalisht në procedurat e nderimi, kanë lëshuar faturat tatimore fiktive, si dhe kanë realizuar transaksione kundrejt kompanive të cilat nuk ishin pjesë e procesit të tenderimit. SPAK ka zbuluar se antarët e këtij grupi të krijuar brenda një institucioni shtetëror kanë kryer veprime të kundërligjshme në përcaktimin e kritereve specifike jo të përcaktuara në ligj, për favorizimin e disa kompanive kundrejt të tjerave. Kjo duket të jetë maja e një icebergu, të cilit vetëm prokurorët e posaçëm do të dinë të shkojnë deri në fund. Por sa kohë po hetohet për një grup të strukturuar kriminal, hetimet mund të sjellin të papritura, jo vetëm në ngjarje dhe detaje, por edhe në emrat e përfshirë. Afera e Akshit është ndoshta ndër më të rënditse të ndodhura në vend, sepse dëshmon se krimi dhe shteti bëhen bashk kur vjen puna te milionat. Dhe për të mos u harruar, Akshi është një institucion delikat, jo vetëm për trajtimin e të dhënave dhe sekreteve shtetërore që përmban, por edhe për një element thelbësor, varësinë drejt për drejt që ky institucion ka nga kryeministri. Ndaj mbetet për tu parë nëse Edi Rama do ta shkarkojë vartësen e tij apo do të pres përfundimin e hetimeve, apo mos vallë do ta çojë çështjen në gjykatën kushtetuese për pezullimin e vendimit, ashtu siç bëri për zonjën Balluku. Siç thot populli, halli hallit nuk i ngjan. Dhe në këtë rast, halli i zonjave me halle nuk e lë Edi Ramën të marrë frymë e të vendos një standard me drejtsinë. Jemi rikthyer pas këtij materiali filmik. Lidona, kush është prokurori që e ka hetuar këtë çështje dhe cilat janë gjetjet kryesore të prokurorisë posaçme lidhur me këtë grup të strukturuar kriminal që ka vepruar pranë Akshit? Prokurori posaçëm i cili po drejton hetimet për një nga fraksionet, sepse kemi parë që është procedimi numër 20 fraksion 1 për cilën janë firmosur dhe urdhër arresti sa i takon çështjes së Akshit, është prokuror Bledar Maksuti, ndërkohë që ka edhe çështje të tjera të cilat janë duke u hetuar po nga prokurorë të tjerë për shkak se për institucionin e Akshit në fakt Lodi ka pasur një sër kallëzimesh për qoftë për shkelje të barazisë në tendera, por edhe për aferat të tjera të cilat janë denoncuar qoftë nga subjekte politike, por edhe nga persona të tjerë të cilët kanë bërë denoncime në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga hetimet që ka kryer prokuroria e posaçme, nga kontrollet që janë kryer, sepse kemi parë drejtoreshën e Akshit e cila është thirrur për të dytën herë, herën e fundit ishte në datën 3 dhjetor, që u paraqit dhe qëndroi për gati 3 orë në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të dhënë shpjegime sa i takon procedurave tenderuese, po ashtu nga ana tjetër edhe Ergysa Gasi ka qenë më herët i thirrur në prokurorinë e posaçme, Ermal Beqiri po ashtu ka qenë shparaqitur në SPAK, ka dhënë shpjegime në cilësinë e personave në dieni, derisa më sot u firmosën edhe urdhër arrestit në gjyqtare Ferela Davidi sa i takon abuzimeve me tendera. Por është hera e parë që prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në njoftimin e saj për shtyp thekson veprat penale të cilat janë përgjithsisht kemi parë te krimi organizuar, siç është grupi strukturuar kriminal, krye veprave penale nga organizata kriminale ose në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe organizat kriminale për zyrtar të një institucioni. Të paktën kjo është hera parë që ne kemi pasur. Glidona, kush është kryer këtij grupi? Do të thënë çfarë rezulton nga hetimet? Kush ishte në qendër të gjithë kësaj historie që me sa ne kemi kuptuar deri tani ka edhe pengmarrje dhe shantazhe dhe edhe kërcënime për të tërhequr nga ankimimet nga tendrat e tjerë me radhë. Është Ergysa Gasi, Ermal Beqira, janë të dy në bashkëpunim. Prokuroria e posaçme është e kujdesur të theksojë në të gjithë narrativën e saj, të paktën edhe në njoftimin për shtyp, edhe pse na mungonte ajo pjesa e sqarimit të detajuar se si është vepruar, përveç faktit që thekson që ka pasur kanosje, ka pasur pengmarrje, heqje të paligjshme të lirisë
dhe gjithë procedura sipas prokurorisë posaçme lidhe me faktin që tendrat ishin të paracaktuar. Pra në momentin ose kryeshin nëpërmjet procedurave fiktive. Unë konkuroja për të hyrë në një garë në tender, por në fakt para do të çoja tek Marashi apo tek personi tjetër te kompania të cilët drejtoheshin sipas pakut nga Ergyll Sagasi ose Ermal Beqiraj. Ndërkohë që kontrolloheshin qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërësort. Por edhe nëse fitonte një kompani që në duke sipas prokurorisë nuk kishte lidhje të drejtpërdrejtë me zotin Beqiri apo me zotin Agasi, automatikisht tekson prokuroria e posaçme nëpërmjet faturave fiktive ose delegimit të punëve, tendri po ashtu shkonte po tek njëjtat kompani. Në lidhje me heqjen e padijshme të lirisë, a ka një pengmarrje të një biznesmeni, ka patur denoncim nga ky biznesmen, si ka rënë SPAK në dijeni të këtij fakti që më pas është shtrirë edhe hetimi? Sa i takon kësaj, sepse kjo është pjesa më interesante në fakt edhe tek njoftimi zyrtar i SPAK-ut, por edhe te informacionet që kemi mundur të sigurojmë nëpërmjet burimeve, duke pasur edhe komunikime të vazhdueshme me agjensitë, qoftë me SPAK-un në rastin konkret, sepse agjencitë e tjera zbatimit ligjit është pak problem tashmë me këtë që po dëgjojmë kohët e fundit. Prokuroria e posaçme nuk di ta them Klodi se si ka arritur të provoj pengmarrjen e biznesmenit Geron Meçe, por nga ana tjetër duhet qenë se ky i fundit nuk ka bërë një denoncim. Por ajo që ne kemi parë qoftë edhe nga le themi dokumentacionet të cilat kemi mundur të sigurojmë një pjesë të tyre, rezulton që biznesmeni konkuronte për të marrë pjesë në tender, bënte një ofertë shumë të mirë dhe kërcënohej kanosej që të hiqte dorë nga tendri ose të hiqte dorë nga ankimet. Pra në momentin që skualifikohej nga një procedurë tenderuese, ky i fundit ka të drejtën të bëjë ankim sa i takon skualifikimit, pasi pretendon që i plotson të gjitha kushtet dhe kriteret ligjore për të fituar tenderin në fjalë. Dhe më pas, sipas të gjitha informacioneve që SPAK ka, ai është marrë peng për disa orë, është dërguar drejt zonës dhe qytetit të Elbasanit, të paktën këto janë dyshimet, por se si ka arritur SPAK ta provoj këtë gjë dhe të bjerë në gjurmët e kësaj pengmarrje, këtë nuk di ta them sepse nuk i kam parë akoma të gjitha dokumentat. Emilion, çfarë ndodh brenda Akshit? Cila është kjo skem kaq e sofistikuar që glabrohen miliona? Transferohen ndoshta brenda vendit, jashtë vendit, blihen pasuritë paluajtshme, thënë thjesht dhe qartë për publikun sepse është një institucion kaq i madh me kaq shumë akuza dhe me kaq shumë miliona të vjedhura. Po, dhe shumë para patjetër. Klodi, ti bëre një hyrje pak më herët dhe the brenda Akshit, një grup kriminal, i strukturuar kriminal brenda Akshit, në fakt është një grup i strukturuar kriminal në krye të Akshit, që orientonte të gjithë shpërndarjen e tenderave. E gjithë skema bëhej jo pasi shpallje fituesi, por që në momentin që përcaktoheshin kriteret për pjesëmarrje dhe për shpallje të fituesit. Dhe në momentin kur një kompani përcaktohej që do të ishte ajo fituesja, kriteret përcaktoheshin dhe vendoseshin sipas kritereve që plotësonte kjo kompani. Dhe kjo është standardi, po, bëhej një kostum që mund ta vishte kjo kompani. Kompania fituese në qendër të gjithë skemës janë kompanitë e zotit Ermal Beqiri, Soft Solution kryesisht. Nga një vëzhgim që po bëja unë sot, ne kemi disa muaj që raportojmë në lidhje me skemat që ndiqen. Pikërisht për këtë ju ftova, Emilion, sepse pash në shumë vëmendje edhe raportimet, po. Dhe prej disa muajsh e bëjmë të gjë dhe sot po bëja një vëzhgim për të bërë një mbledhje aritmetike të bëhet fjalë për 145 milion euro që kanë marrë nga thesari i shtetit nga Akshi 4 kompanit që përfshihen në këtë dosjen e SPAK-ut, nga hetimet e kryera në mënyrë duhet theksuar kjo shumë të guximshme nga prokurori Bledar Maksuti. Bëhet fjalë 145 milion euro gjatë 5 viteve të fundit. Gjatë 5 viteve të fundit. Nga këto, 55 milion euro i ka marrë Advanced Business Solution e zotit Geron Meçe. Rreth 40 milion euro i kanë marrë 2 kompanitë e zotit Ermal Beqiri që janë Horizon dhe Soft Solution. Dhe po ashtu rreth 25-30 milion euro i ka marrë një kompani tjetër, Fastech dhe First dhe një pjesë tjetër të parave i ka marrë kompania Fastech, të cilat janë pjesë e skemës sipas SPAK-ut. Skema funksiononte në këtë formë. Përcaktohej fituesi paraprakisht, që ishte kryesisht Soft Solution ose Horizon, pastaj përcaktoheshin kriteret për që kjo kompani të shpallej fituese. Kjo kompani shpallej fituese, mund të ndodhte që kishte ankesa ose jo, dhe këto zgjidheshin përmes skemës në fjalë ku dikush, siç e thatë dhe ju detyroi që të rishte nga ankesat e tjera. Meçe është detyruar përmes kërcënimit dhe shantazhit tonë hetimi, të shërbenin si gregar. Shërbenin si gregar. Pra ato ishin që thjesht
krijonin idenë që këtu po ka një lloj konkurrence midis kompanive dhe mund të me dashje nuk fusin një dokument gjatë aplikimit dhe automatikisht krijoi ideja që këtu bëhet fjalë për një garë dhe shpalli fitues kompania që ishte përcaktuar që do të ishte fituese. Pasi shpalli kompania fituese, kompania në fjalë pranonte fatura për punë gjoja të kryera nga kompani të tjera. Satelite besoj. Këto kompani, edhe të tjera që unë besoj që edhe në dosjen e SPAK-ut do të kemi edhe emrat e kompanive të tjera, se jo rastësisht zoti Agasi është përmendur në atë, sepse mund të jetë me gjas është dhe kompania në fjalë, ku ka ka pranuar fatura nga Soft and Solutions, sikur ka bërë punë të tjerë biznesmenësh, po për shkak të kohës shumë të shkurtër. Po pra janë këto kompanitë Fastech, First, po patjetër, të cilat janë në dosje. Dhe pastaj kompania lëshonte fatura, këto kompanitë satelite lëshonin fatura ndaj kompanisë fituese dhe ajo transferonte parat për punë gjoja të bëra, ndërkohë që nuk bëhej asnjë punë dhe ne pam që na shpartalluan këto hakerë. Me që insistove pjesën e parë tek parat. Dhe tani ke kjo është tema kryesore. Fushën e lirë për të ma shpjeguar ku shkonin parat. Atëherë, sipas SPAK-ut, kjo ishte skema, pra që kompania shpallej fituese një ndër kompani që ishin kryesisht kompanitë e zotit Beqiri, nën koordinimin e personave që kishin ndikim mbi zonjën Karçanaj, e cila nga ana tjetër kishte nën kontroll Komisionin e Vlerësimit Ofertave pjesë e Akshit, pasi shpallej kompania fituese, kjo kompani merrte punët, pranonte fatura nga kompani të tjera, si kur ato kishin bërë punë si nën kontraktor për kompani në fjalë, kompania fituese bënte pagesat ndaj kompanive satelite, pastaj parat nga kompanitë satelite shpërndaheshin dhe pastroheshin dhe investoheshin në sektor të ndryshëm. SPAK-u ka bërë tek pjesa e njoftimit për shtyp ka bërë një deklarim ku thotë që në pasuritë palueshme etj. Nga informacionet që kam unë, SPAK-u po gjurmon dhe parat të cilat kanë shkuar nga ky rrjet në një kull tepër të lartë në Tiranë. Megjithatë do ta shohim momentin që do të dalë dosja. Pra, zakonisht riinvestoheshin në kryesisht në ndërtim. Po jashtë vendit ka të dhëna që mund të jenë transferuar para? Nuk kam ndjeni për këtë pjesë. Arash? Jo, ju transmetuat pak më herët në fakt një pjesë të deklarimit të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj që përmendte, po themi që koordinatori i qeverisë me grupet kriminale është Ergys Agasi, emri i të cilit doli edhe sot në këtë çështje. Krahas atij deklarimi, në fakt në një intervistë që ka dhënë për një kolegun tuaj gazetar, zoti Ahmetaj ka sjellë në vëmendje të paktën edhe dy elementë të tjerë, të cilët në atë kohë dukeshin pak si rastësor, pra ka folur për tenderat e Akshit, ka folur për disa nga personazhet që janë përfshirë në këtë histori, por me interes ishte për shembull sipas zotit Ahmetaj ka një kompani prestanome të njerëzve të familjes së kryeministrit dhe ekziston një audiopërgjim që janë përfshirë njerëz të familjes së kryeministrit. Në vlerësimin tim, këto dy elemente dhe përmendej konkretisht kompania ABS, Advanced Business Solution, e cila po themi kështu në pamje të parë pronari dhe ortaku i vetëm i saj është Geron Meqe, por duhet të kujtojmë që Geron Meqe është edhe ortaku ka qenë ortak të paktën i Armand Frangu, që është hiq më pak se sa vetë Baxhanaku i kryeministrit, pra një lidhje shumë e afërt e familjes së kryeministrit. Po, e kam menduar gjatë ditës këtë gjë, më lër të lutem ta marrë pyetjen se ka aq shumë emra dhe aq shumë personazhe sa ndoshta opinioni publik nuk na ndjek. Atëherë si e shpjegon faktin që ky biznesmeni shumë pranë Baxhanakut dhe i lidhur me Baxhanakun e kryeministrit, një ditë të bukur merret peng, mbahet disa orë, kërcënohet, tërhiqet nga ankimimi për 5 procedura tenderuese në vlera të konsiderueshme, nuk dua të bëj një llogari se bëhet fjalë për një vlerë shumë të madhe, dhe ky biznesmeni që thënë thjesht ne mund të dyshojmë me të drejtë që mbështete nga kryeministri dhe familjarët e tij, patjetër zëvendësohet nga një biznesmen tjetër me lidhje shumë forta po brenda mazhorancës. Tani që ta kuptoj qartë, ju po ngrini dyshime që ka një përplasje bandash brenda mazhorancës për tendrat e Akshit? Kloti, për ta kuptuar, nuk besoj. Spari po themi cili ishin dy elementet e reja që na solli kjo dosje. Spari unë vlerësoj që kjo ishte çështja, po themi kjo duhet ishte kryetema e ditës.
se agonia e Belinda Ballukut është njësoj si agonia e Sajmir Tahirit, Arben Ahmeti, gjithta, po themi për Erion Veliajt, po doni ju, të gjithta pak përpara se t'i japin fund karrierës së tyre, po themi dhe të shkojnë në burg, ka një lloj agonie, kështu që e zgjasin, po themi bëjnë një cikël etj etj. Po kjo ishte një dosje shumë e rëndësishme, duhet të jetë kryetem, po themi edhe diskutimit, mendimi im. Kishte dy elemente shumë të rëndësishme. Sparin e kemi kërkuar gjithmonë, që këto historit, po themi që janë aferat të mëdha korruptive, mos hetohen thjesht dhe vetëm si, po themi, episodet të caktuara të veprimtarisë të ndara, po themi si që çështja e incineratorëve, por si një grup i mirëfillt i strukturuar kriminal. Dhe për herë të parë, këtë na thot Spaku. Spaku, po themi, thotë që kemi një grup të strukturuar kriminal, pra ishte krijuar një grup kriminal me mendimin që të paracaktonte të gjitha procedurat e prokurimit publik të Akshit dhe të shpërndante tek antarët e grupit miliona euro. Elementi i dytë, po themi, që ishte i pa dëgjuar, ne sigurisht kemi dëgjuar ndikim palishëm, kërcenime, mesazhe etj, por nuk ishim arritur, ose të paktën Spaku nuk ishte arritur të gjendë rast që rrembeheshin konkurrentët në një procedurë prokurimi me qëllim që ata, po themi, të tërhiqeshin nga procedura, nga ankesat e kështu me radhë etj. Tani, sigurisht në Shqipëri, po themi, ndoshta nuk gjejmë raste të ngjashme, po t'i referohemi Italisë, zakonisht njerëzit, kur janë pjesë një grupi strukturuar kriminal, rrembehen kur prishen pazaret. Dhe kjo duket tamam sepse shifra që përmendi Ermioni me drejt, domethënë flasin që ka qenë sigurisht përfitues Ermal Beqiri, po në një masë të caktuar i këtyre tendrave të paracaktuar ka qenë dhe 10 Geron Meqe. Dhe duket tamam si një prishje pazari e cila ka quar në këtë lloj mendimim, në këtë lloj përplasje. Kështu që në vlerësimin tim kjo nuk është kontradikt se sa është, po themi, tregon mekanizmin se si funksionojnë strukturat kriminale, organizatat mafioze, pra brenda tyre shpeshherë saq kanë dakordsi, kanë edhe përplasje të caktuara të cilat degenerojnë në këtë formë. Dhe ajo që e bën, po themi, këtë histori pastaj akoma edhe më të rëndë, është fakti që grupi strukturuar kriminal kishte në dispozicion të saj për realizimin e veprimtarive si që rrëmbime, heqje të palishme, liri e kështu me radhë, edhe vetë, po themi, drejtues të lartë të policisë shtetit. Që edhe kjo është, po themi, një element. Pak tek Emilioni, e shikon kështu si Marashi Emilion që u përplasën grupimet kriminale për shkak se u prishën interesat? Nuk dua të komentoj atë që tha Marashi, më shumë besoj që është më shumë interesante për audiencën të kuptoj që pse u shkua tek pengmarrja e zotit Meqe sipas asaj që deklaron Spaku. Duke nisur nga shkurti marsi 2025 edhe në vijim pati një bllokim total të tenderave të Akshit. Pra, Akshi shpallte tendera, por nuk shpallej fituesi. Pse ndodhte kjo? Ka një gjykatë të tenderave që quhet Komisioni Prokurimit Publik, e cila vlerëson tenderat ku njerëzit, biznesmenët ankohen në momentin që kanë pretendime lidhje me procedurat, me rezultatin ose kriteret. Dhe çfarë ndodhte? Në momentin që shpallej një tender nga Akshi, Advanced Business Solutions çonte direkt ankimim në KPP. Kjo bënte që të merrte kohën e nevojshme dhe i duhej që KPP-s të merrte kohën e nevojshme për të vlerësuar ankimimin. Pastaj shkonte një kompani tjetër që bënte prapë ankimim. Dhe kështu tenderat vetëm arkivoheshin nga Akshi dhe nuk shpallej fituesi. Dhe aty nga gushti, pastaj çuditërisht ABS-ja u tërhoq në tërësi nga ankesat që kishte nga tenderat. Dhe dyshohet që ky është momenti i asaj që thoni ju i pengmarrjes, ku në fakt e thot Spaku, jo ne. Sipas dosjes së Spakut, ku biznesmeni fjalë është tërheq nga tenderat dhe mund të jetë ky moment. Që aty është bërë presion dhe ai është tërhequr nga tenderat. Tani nuk dihet se si është bërë kjo tërheqje nga ankimimi. Janë futur këto pengmarrësit në sistem dhe kanë bërë anulimin e ankimimit ose është futur ai vetë dhe ka bërë, kjo është procedurë që çështje që e sqaron Spaku. Por do të sqaroj pikërisht të pjesën, pra si u shkua te kjo dhe kishte një bllokim të tenderave të Akshit për një 5-6 muaj, pikërisht për shkak të ankimimeve që ishin bërë. Dhe ishin tenderat mëdhenj nga 7-8 milionë euro, nuk ishin gjëra të vogla, domethënë. Prandaj kemi arritur në shifrat që po them tani. Ne s'na bëjmë përshtypje 7-8 milionë euro, sepse do ne na parë pyetja e fundit se janë vetëm 7 milion. minutat e fundit për ta mbyllur emisionin këtë mbrëmje. Një zyrtar policie është i pezulluar nga ushtrimi i detyrës, e po ashtu është ndaluar drejta për të dalë jashtë vendit, duke qenë se s'ka dyshime të jetë përfshirë në rrëmbimin ose heqjen e palishme të lirisë të Geron Meqes. Në informacionet që ju keni, a ka zyrtar të tjerë ose punonjës të tjerë policie që po hetohen në lidhje me këtë çështje? Të paktën sipas informacioneve që ne kemi, sepse zyrtarisht për e posaçme theksova dhe më herët ka qenë shumë e rezervuar në dhënien e detajeve sa takon kësaj çështje. Janë duke u hetuar dhe një sër zyrtarësh të tjerë
të policisë së shtetit, qoftë për mënyrën e kryerjes së pengmarrjes, mos bërjen e denoncimit dhe gjithë procedurave të tjera, do të thonë që janë kryer në rastin konkret dhe po ashtu nga ana tjetër kanosje të ndryshme që mund të jenë bërë, sepse Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dyshime të arsyeshme edhe për raste të tjera të ngjashme të kanosjeve dhe përfshirje së efektive të policisë. Por kjo do të mbetet për të provuar në bazë të rezultateve të hetimit. Deri në këtë moment, SPAK ka ngritur akuzë vetëm ndaj zëvendësve drejtorit të policisë së Tiranës, Erion Ismaili, për cilin ka caktuar dhe masën e pezullimit nga detyra dhe ndalimit për dalje jashtë vendit. Dyshohen dhe efektiv të tjerë të policisë që mund të jenë të përfshirë, por deri më tani nuk ka të dhëna konkrete se kujt i referon dhe në çfarë nivelesh janë. Referuar dhe asaj që tha Glidona, në dijenin time, ka drejtues shumë të lartë policisë shtetit dhe ekzistojnë shkresa që konfirmojnë një bashkëpunim të tërthort të këtyre personave me grupin që ne po diskutojmë për të ndaluar në një formë diskutimin publik në lidhje me aferat që po ndodhin tek Akshi. Unë nuk e di nëse kjo është në dosje apo jo, por e kam si informacion. Qëndrimin tuaj në raport me policin, si e ke parë? Unë e bëra pyetjen që fillim, pra momentin që dikush na merr peng dhe këta që na marrin peng është policia, ku do të kërkojmë ndihmë? Marash, ku kërkojmë ndihmë ne? Me thënë të drejtën, se kthehemi prapë te debati fillestar, po themi kush duhet parandaloj dhe kush duhet ndërshkoj. Unë mendoj që SPAK-u është në rolin e saj, ne presim që policia, po themi, të luajë rolin e parandalimit të veprimtarisë kriminale, qoftë në formë korrupsioni apo krim të organizuar, kur shohim që vetë policia është e përfshirë, po themi, ose është pjesë e një strukture tashmë të organizuar kriminale, sigurisht që situata duket e pashpresë dhe njerëzit politik do duan mbajnë përgjegjësi për gjendjen që ka përfunduar policia e shtetit. Ka bërë shumë përshtypje Klodi, sepse disa ditë më përpara, një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit në fakt vizitoi Prokurinë e Posaçme dhe bëri 3 takime. 2 takimet e para ishin të kuptueshme, po themi, takimi i tretë duke i pak i çuditshëm. Pra takoi drejtuesin në ikje, drejtuesin në ardhje, takoi te prokurorin Bledar Maksuti, që ndoshta është koincidencë, por rezulton të jetë edhe prokurori i kësaj çështje. Dhe në fakt sepse duhet keni parasysh që 2 prej atyre tendrave për të cilat ne po flasim në fakt kanë të bëjnë njëri me thesarin e shtetit, që është edhe është scenuar dhe siguria kombëtare, dhe tenderi tjetër, po themi po aq i rëndësishëm, ka të bëjë me informacionet që qarkullojnë prokuroritë e jurisdiksionit të zakonshëm. Pra nuk kanë qenë dosjet hetimore, pra nuk kanë qenë thjesht dhe vetëm, si me thënë, sisteme të zakonshme etjere që janë cënuar si rezultati kësaj veprimtarie kriminale, por deri edhe, do me thënë, të siguria kombëtare, se thesari i shtetit dhe dosjet hetimore të prokurorëve të jurisdiksionit të zakonshëm janë, po themi, shumë të rëndësishme. Fjalë e fundit, Emilion? Në fakt, unë besoj që nëse ngritsim edhe pak, do të gjejmë skandale edhe më të mëdha që ndoshta mund shpërthejnë vijim që mund të jetë kjo pjesa e digitalizimit pronave, që prapë ka qarkulluar në ato ujëra. Smart City, po ashtu besoj. Kështu që pjesa e digitalizimit pronave, e kadastrës. Kur të shpërthej ajo, jam i sigurt që do jemi prapë në këtë studio, diskutojmë për gjëra dhe më të tjera. Çmimin incineratori digital, si më thënë. Po, do të thonë do i djegit të gjithë brenda. Faleminderit Emilion Senja, Marash Logu, faleminderit Glidona Taci. Ky është emisioni në Shënjestër për këtë mbrëmje. Ju lë takim të martën e ardhshme. Deri atëherë, natë e mirë.